Ishim thot një takim pyetja e parë për sonte, dhe njëri ndër njerëzit që ishin të ulur thoshte që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë nga magjia. Është kjo e vërtet? Jo, as pak e vërtet, nuk është e vërtet. Dhe falenderoj vllain i cili ka bërë pyetjen ose motrën, sepse njeriu kur merr informacione të paqarta ose të dyshimta nga njerëz të cilët nuk janë kompetent të flasin në fenë e Zotit, duhet të pyesi, edhe Zoti është shpërbleft që ka bërë pyetjen, dhe keni kujdes që fenë dhe besimin mos ta merrni vetëm se nga burime të sigurta ose nga njerëz të cilët janë kompetent të certifikuar dhe të licencuar në shkencat e Islamit. Përndryshe, problem shumë i madh. Kanë thënë 3 janë njerëzit më të rrezikshëm në botë. 3 janë njerëzit më të rrezikshëm në botë. Gjys gjuhëtari, gjys doktori dhe gjys hoxhe. Gjys gjuhëtari ju prish gjuhën njerëzve, dhe gjys doktori ju prish dhe ju shkatron shnetin, dhe gjys hoxhe ju shkatron ahiretin. Ky është më i rrezikshmi. Ky që të shkatron ahiretin. Prandaj kujdes, mos e merrni fen në për kafe, në për lokale, mos e merrni fen nga njerëz të cilët nuk janë kompetent për fen e Zotit. Askund nuk përmendet kjo gjë dhe nuk thuhet kjo gjë.